Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtunë në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, e sonte kam përballë një hynesh shumë të veçantë, të cilën jo vetëm unë, por e gjithë Kosova e kemi shumë për zemër. Është Saralda Bogujevci. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje dashur, faleminderit shumë për ftesën. Shumë kënaqësi me të pas në këtë emision, e kemi planifikuar shumë gjatë që me qenë bashkë. E vërtet, edhe më në fund të realizu. Si je në këtë të shtunë? Mirë. Unë shumë shkurt të prezantova, sepse në fakt emërit nuk ka shumë nevojë për prezantim, e thash që jo vetëm unë që të kam për zemër, por e gjithë Kosova të duam për personalitetin që je, për sakrificën që e ke bërë për vendin, por edhe për njeriun e mirë që e posedon. Dirësa isha duke ardhë rrugës këtu, takova me një qytetare, edhe u diskutu kjo pjesë, edhe unë mendoj që unë jam personi që jam për shkak të një numër shumë të madh të njerëzve që i kam pas për rreth veti, duke fillu prej familjes, shoqërisë, rrethit më të gjanë, rrethit ku jam rrit, ku punoj, njerëzit që i takoj çdo ditë dhe që më japin zemër, më japin kurajo, kështu që unë mendoj që disa gjana ndoshta i kemi gjenetikë dhe të krijuar të tilla, por mendoj që personi i cili realizohesh si i rritur, mendoj është pikërisht i rrethit të njerëzve që i takon. Unë kam pas rast ndoshta ku kam taku njerëz pak minuta mbrana ditës, të cilët ma kanë dhënë një perspektiv tjetër, domethënë të gjanave, ose që ma kanë ndru disponimin, kështu që jemi kolektiv, që secili kemi ndikimin të njëri tjetrit, për me qenë më e mira apo më e keqja vetvetes. Shumë e vërtetë dhe unë të falenderoj shumë që je sonte me ne. Në këtë intervistë unë do ta quaja ekskluzive, sepse do të flasim vetëm për ty, vetëm për Sarandën si personalitet. Natyrisht nuk do t'i ikim politikës, është e pamundur t'i ikim, sepse është profesioni yt dhe rrethohemi të gjithë me atë, por sonte do të hapësh kartat e jetës tënde në 3 perspektiva. Publiku do të njohë më shumë nga e kaluara jote, nga e tashmja dhe nga perspektiva e së ardhmes. Para se të vim tek kjo pjesë, dua të rikthej në retrospektiv si ka qenë Saranda kur ka qenë fëmijë, çka kujton nga fëmijëria jote? Unë kam pas disa faza të ndryshme të fëminisë, duke ditë rrethonat në të cilat kemi jetu në atë kohë. Unë kam lind në vitin 1985, kur kam fillu shkollën fillore, veç ka qenë fillimi i 90-tave ku gjanat kanë ndryshu shumë për të keq në vendin tonë. Na është marrë shkolla, babi është largu nga puna, do më thonë, kanë qenë rrethona të vështira, masandej me një periudhë kohore kemi emigru në Suedi, ku kemi jetu më pak se 2 vite, fatkeqësisht masandej na kanë kthy një pjesë në Kosovë, atëherë është marrë me prioritet më shumë refugjat nga Kroacia dhe sidomos Bosnia, kështu që ne nga Kosova që kemi shku nuk e kam pasi si rrezik të madh siç ka qenë atje, dhe disa familje i kanë leju që të qëndrojnë, disa janë kthy, ne kemi pas fatin që të kthehemi. Kështu që kam pas shkëputje, si të them, qoftë në pjesën e shkollimit, por për te i kësajna, unë kam pas një fëmijë shumë të lumtur, kam qenë e rrethuar me familje të gjanë, kemi qenë një kallabllak fëmijë, edhe familje e madhe, kështu që jam rrit në një rreth ku më shtofru dashni. Jo, ma e madhja ka qenë vajza Axhës Nora, fatkeqësisht të cilën e kemi humbur gjatë luftës. Nora ka qenë një vit më e madhe se unë. Por kemi shku në shkollë bashkë, mu më kanë regjistru si 6 vjeçare që t'jem në të njëjtën klasë me Norën, me vajzën e Axhës. Në fakt, kam pas edhe plot të afërm tjerë, ka qenë vajza e Dajës, Arta, djali i Hallës, Lavdimi, edhe kemi pas kështu plot të afërm dhe të mahallës që jemi ka një klasë bashkë. Po me Norën kemi qenë, gjithë kam mendu që jemi binjake. Edhe pse Nora i ka pas flokët kaqurele, ka qenë pak më e bardhë se une. Ndërkohë që ti je vetmi fëmijë në familjen tënde? Jo. Unë i kam pas edhe 2 vëllezër më të vegjël se unë. Por në kështu kronologjinë e familjes, se kemi jetu në bashkësi familjare, Nora ka qenë më e madhja vajza e Axhës, masandej kam qenë unë, edhe
mas andej ka qenë djali I Agjës Fatosi edhe vllau të cilët kanë qenë të njëjtit vit ka qenë vllaja më Shpëtimi, vajzat e Agjës, Jehona Liria, edhe më I vogli ka qenë Genci. Do me thënë një lumturi e jashtëzakonshme. Po, E ne fëmijëve kom në kalu atë atë kohën e kohë, fëminis ku ne kemi lujt në bar, kemi dalë në rrugë, jem kanë këto lojnat me litar, kemi lujt me top, kemi lujt me balt, ka qenë kjo periudha kore kur si fëmijë kemi qenë jashtë, No, si në bërë verë, si gjithkohës. në dimër, edhe kemi lujt jashtë, më thonë, edhe unë e mbaj mend shumë mirë atë pjesë, edhe Është ndoshta ka qenë- nostalgjia më e bukur e asaj kohe. patjetër. Unë e kam pas fatin që edhe në familjen e Gjan e kam pas afër, shembull për Dhe marr. kemi qenë krejt bashk. Po, kemi qenë në rreth të afërt, më thonë kemi qenë një pjesë brenda qytetit të Podjevës, masanej kanë qenë fshatnat për atë ku kemi pas edhe të afër më tjerë, ne jemi kanë shumë të lidhun. Shoqënia jam shpesh herë kështu bën hajgare pak me mu se unë I njoh, si më thonë, familjen e nanës kuptimin të agjallarëve, të hallave, I njeh të krejt. dajve, Okay. po gjyshet e mia as të njona nuk kam pas motër, kështu që I kam pas vetëm vëllezër. Kështu që nuk kam pas teze të nanës apo të babit, po të tjerët po njëjtë si nga ana e babit, do të thonë I kam njoft të agjallarëve, të hallave, kemi ndajt bashkë me njëri tjetrin Më shumë. e qetë, më e tërhikun apo më rebele, a ke bushire? Ndoshta jo do e mos shere, po kam qenë më e gjallë. Ma e gjallë. Kam qenë më e gjallë, kam qenë ndrymtare. Cilat e kanë kam qenë pas ëndrat e motiv. asaj kohe dhe sa ke mujt me I mbri sot me I realizu, apo të njënëm- ka ndru krejt perspektiva për jetën me kalimin e viteve. Është e natyrshme që gjanat ndryshojnë për shkak që rrethonat në jetë ndoshta ti imponojnë disa gjëra të cilat ti nuk I ki të mendume si fëmijë. Edhe mendoj që sido që t'jetë që të gjithë jemi domethënë të prekum prej luftës, kështu që është natyrisht që si them perceptimin, perspektivën për jetën, lufta ta ndryshon në 360 shkallë, si më thonë, nuk kështu që por si më thonë ka gjëra të cilat I kam dash si fëmijë që kanë vazhdu masanej të jenë. Unë kam qenë gjithherë ma shumë e orientuar ka pjesa e artit. E kam për shembull e kam pas synim shumë të madh ta mësoj gjuhën angleze. E kam dash shumë, jam mundu me ndëgju këngë në gjuhën angleze, me shënu tekstet e tynev, masanej me kom dash shumë pikturën, vallëzimin. Çdo gjë që ka pas bëj me kreativitet, është diçka që e kam edhe tani, është diçka tjetër që nuk kam kohë të mjaftueshme të merrem më shumë në këtë drejtim, po që 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 po flet duket sikur politika nuk ka qenë synimi I jo. fare. Në fakt, gjatë kohës së shkollimit kur kam qenë në Angli, një në prej gjanave që kam dash ta studioj ka qenë mediat. Por mas andej ka ndryshu, më kujtohet njënën prej landëve që kam pas gjatë kohës së kolegjit që I bjen shkolla e mesme, ekuivalenca, e shkollës së mesme këto, e kam pas edhe media, të më thonë, media studies. Edhe kujtohet kur u bëj shumë gati për universitet, edhe kur pa ta apliku për universitet, e më pat marr arsimtarja që kam pas për media, dhe më pyeti ta çka don me bë, pi tregoj. Tha më dëgju mu, sa ka shumë studenta që shkojnë në media. Sa ma mirë zgjedhë një drejtim tjetër, edhe mas andej mundesh përmes si them specializimit në një fushë të caktuar, mas andej të punosh në media. So unë veç e kisha marrë, si me thoni, një farë përvoje, ne fatmirësisht I kemi pas që të gjitha kushtet për, unë kom ba montazh, kemi gjiruj, kemi pas kamerat. Edhe për praktik. Po, do më thonë, të gjitha këto I kemi pas projektet në vazhdimsi që I kemi ba. Në fakt, ndoshta kjo ka pas ndikim edhe në klasën e 10, e kemi pas të detyrueshme një javë punë. I gjithë viti.
Ose ta ka gjetë shkolla, nëse ti nuk e mujt me gjetë vetë, ose ke mujt edhe vetë. Edhe kemi pas njënin prej arsimtarëve ndims për shkak të gjuhës, edhe vajza e tina punojke me televizionin Channel 4 në Angli, e ma patën mundësu praktikën ato. Dhe ka qenë ndër përvojat kështu ma të mirat, patën marrë edhe në teren masanej në gjirime, pata pas për detyrë me ba, si me thonë, skenat kur u ngjizojshin, e kam pas një aparat ku u dashke me i shënu kohën kur fillan, cila është skena dhe kohën kur mbaron. Edhe kur e patën ba montazhën, unë patën nëftu me shku me pa që është bat montazhe. Dhe masanej ashtu më tregojshin shihe shënimet e tua janë duke na ndihmu në montazh, ka qenë ndjen shumë e mirë. E kjo më me thonë ndoshta edhe më ka motivu ma shumë me shku në drejtim. Natyrisht. Rrim edhe pak tek pjesa kur keni qenë ende në Kosovë, sepse krejt këto studimet tuaja janë kryer në Londër, gjatë periudhës sa ju Manchester, okay, gjatë periudhës sa ju nuk keni qenë në Kosovë. Po rrim edhe pak tek periudha tek familja e Kosovës. Realisht ne historinë tuaj e dim, nuk po du shumë me hy në detaje ndoshta që me të emocionu ose gjëra të tilla, po e di që interesi publikut është jashtëzakonisht i madh edhe për atë periudhën, momentin kur ju e keni lëshu Kosovën gjatë kohës së luftës. Çka kujton prej asaj periudhe? Në fakt na se kena lëshu kur Kosovën gjatë kohës së luftës. Ne kemi qenë brenda në Kosovë, 4 ditë mbas përfundimit, mbas fillimit të bombardimeve të NATO-s, me 28 mars. Po, do më thonë gjatë gjithë kohës. Atë që e përmenda ma herët, e ka qenë në fillim të 90-ave. Okay. Do më thonë, kur kemi emigru në Suedi, ka qenë në fillim të 90-ave, kur veç ka fillu të përkecohet gjendja në Kosovë, po që tash jeni kthy prapë. Na kanë kthy mrapa, në fakt. Dhe do më thonë, prej gjatë gjithë periudhës së luftës, ne kemi qenë brenda në Kosovë. Edhe atit si në secilën familje, do më thonë që kanë hi forcat serbe dhe tek ne. Edhe sa ma shumë në mosh, aq ma e vështirë po bëjke në fakt me i mendu detajet e asaj dite, po ndoshta për ata që nuk e din, neve na kanë bledh gra edhe fëmijë në oboren janë prej fqive tonë, do më thonë në një afërsi shumë të afërt. Policia dhe ushtria serbe, do më thonë, kanë gjujt, ku fatkeqësisht prej 21 personave vetëm 5 prej neve kemi mbijetu. 4 fëmijë të agjës edhe unë, të tjerët të gjithë fatkeqësisht kanë vdek. Periudhë e vështirë, po gjithsesi, fati mirë që të paktën ju keni mbijetuar, edhe sot, besoj se cili prej jush duhet jeni shumë të lumtur me arritjet tuaja. Nuk dua të hyj më shumë në detaje, sepse është situatë dhe kujtimi vështirë, natyrisht ne e dim, është thënë ajo që ka thënë për historinë e familjes suaj. Gjithsesi, ju nuk keni ndalur, keni vazhduar me qenë të suksesshëm të katërtit, që është më e mira ndoshta e krejt asaj ndodhje të tmerrshme që ju e keni përjetuar dhe sot keni vendosur të shërbeni Kosovës në pozita të ndryshme dhe të larta politike. Mbesim edhe pak minuta para përfundimit të pjesës së parë, si rodhi që Saranda u fut në politik pastaj, sepse tha në fillim të emisionit që ke pas ëndra për artin, ke qenë shumë edhe pas artit në forma të ndryshme, ke studiuar edhe një pjesë të kohës për media, ndërkohë që sot jeni në politik. Pse prej pjesës së artit në politik, Saranda Bogujeci? Ti kthehemi ndoshta se mendoj që nga një herë ky perceptimi i shërbimit ndaj vendit shpesh herë ndërlidhet vetëm me aspektin politik. Unë mendoj që gjithëherë kam di specifikisht për shkak të përvojës së cilën e kam pas që kam pas obligim vendit tam. Jo vetëm si pjesë e politikës, po qof shumë kohë para se të hyj politikë ose që do e rekomendu të hyjnë politik. Nuk e kam pas synim në fakt të hyjnë në politik, një farë forme vetë rrethonat më kanë qu në drejtim, po në mendoj që gjithë herën në çfarëdo forme që është e mundshme, duhet të i kontribuohet
vendit. Sado që ne jemi kanë, të më thonë, bas përfundimit të luftës për shkak të plagëve që i kemi marrë me fëmijë të Agjës, ne jemi dërgu në Manchester të Anglisë për shërim. Dhe ne, të më thonë, nuk është vetëm që e kemi pas fokusin të pjesa e shërimit, kemi dhënë dëshmi në 2 raste në gjykatën e Hagës ndaj Miloševićit, gjithashtu dhe Vladimir Đorđević, që e ka dëshmu dhe më thonë që krimi që është ba ndaj familjes tonë dhe jo vetëm, ka qenë direkt prej shtetit, jo prej disa individve si që është mundu gjithar Serbia me paraqit. Gjithashtu kemi qenë pjesë e 2 gjykimeve ku janë dënu 5 persona në Serbi për rastin ton, edhe kjo masanej në fakt është ndërlidh me persona të njëjtë që kanë kry krime edhe në Srebrenicë, në Bosnje. Është një siti njëjtë. Po përveç kësajna, dhe më thonë, jemi mundu me aq sa kemi mujt na, mi tregu botës shka ka ndodhë. Edhe ka, dhe më thonë, mediat prej BBC, CBC dhe mediave të tjera e kam përcjell rastin ton dhe është ditë, dhe më thonë, çka ka ndodhur në Kosovë dhe çka është ba ndaj popullatës civile nga regjimi Miloševićit. Të njëjtën kohë, për shembull, ne kemi arrit të ekstradojmë njënin prej të akuzumve nga Kanada, ku në atë kohë Kanada është njoft si një vend ku kanë gjetë strehim plot prej atynëv që është mendu se kanë kry krime qoftë prej luftë të dytë botnore. Edhe ka qenë shumë e vështirë, në fakt të ekstradohen persona, ne kemi arrit të ekstradojmë njënin prej të akuzumve. Për shembull, njërën prej gjanave të tjera që unë e kam ba gjatë kohës, masandej të punës, dhe më thonë që kam ba sa kemi qëndru në Angli, është që kam punu shumë me fëmijë dhe me shkolla, ku e kam tregu historinë tonë. Dhe qëllimi ka qenë që në shoqërinë britaneze të kuptohet pse njerëzit largohen. Pse njerëzit shkojnë prej një vendit në një vend tjetër për gjetë strehim, apo për gjetë një vend më të sigurt. Për shkak që ka pas shumë gjana që janë paraqitë si negative, sidomos në raport me refugjatët dhe me azilonta, që fatkeqësisht e sheh edhe sot që është një diskurs jo i mirë ndaj kësaj pjese, po që më thonë, kam punu shumë qoftë me institucione, qoftë me organizata, e kjo përmes artit. Dhe më thonë, përmes artit, masandej, kujtohet kam qenë ende gjatë në kohë, dhe më thonë, studimeve. Si vendose të futesh direkt në politikë, shumë shkurt deri të vim tek pjesa e dytë? Në politikë është kronologji në fakt, është kronologji e punës që e kemi ba, ne si familje, ne si familje kemi vendosur ta tregojna historinë tonë, ku në 2011 e kemi hap ekspozitën në Prishtinë, ku e tregon historinë tonë, në 2012 e kemi hap në Tiranë, dhe kemi arrit me gjithë betejën, dhe më thonë që ta hapim edhe në Beograd në 2013. Në atë kohë kanë qenë zgjedhjet lokale në Kosovë, ku për herë të parë pat fitu lëvizja vetëvendosje në komunën e Prishtinës, edhe jam ftu për të ndihmu me drejtorinë e kulturës, rinjës dhe sportit për shkak të përvojës, natyrisht dhe studimeve. Unë kam studiu artin interaktiv, edhe masandej kam mendu që do të ri 4 deri në 6 muaj, dhe jam ende këtu. Të dashur dëgjues Radio Kosovës, jemi sërish bashkë me ju në emisionin Hynesha, është Saranda Bogujevci, e cila tani do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. E dashur e gati. Gati. Zgjedhni një kartë nga e kaluara, në fillim, në mes, në fund, ku të duash ma jep? Po, fal. Çfarë mendimi keni për veten tuaj? Ndoshta është Se çka përshtypjen pyetja ma e vështirë. Unë mendoj që për vetën tonë gjithar ki mendime të ndryshme, dhe ki mendime ndonjëherë më pozitive, ndonjëherë jo shumë të mira. Mendoj që njëna prej gjanave që kam mësu në jetë është që është
është shumë mirë shpesh herë të reflektosh dhe ta gjesh mënyrën jo vetëm të përmirësimit të vetvetes, po edhe në formën se si kujdesemi për vetveten. Mendoj që edhe gjanat pozitive dhe gjanat negative shpesh herë mendoj që i ngrehim na vet, I tërheqim vetë. si me thonë në bazë të energjisë që e kemi, kështu që Në këtë mundohuna rast, cila është shpesh Saranda? herë tani që jam non, mundohuna në maksimum që të jem më pozitive që është e mundshme, për shkak që mendoj që ka impaktin shumë të madh tek fëmia jam, kështu që mundohuna me qenë verzioni më i mirë i mundshëm i vetvetes Tek fëmia. për ta që mendoj masanej është edhe diçka që është në të mirën edhe time. Të ka ngjarë djali? Po, në fakt mendoj që i ka ngjarë babit edhe vëllau tim Luanit. Vetëm ndoshta për me shpjegu mbas luftës babi është martu prap. E kam njërë këndritën që është një gru e jashtëzakonshme dhe cila është kujdes tepër shumë për mu. Dhe kam 2 vllazni, Luanin edhe Kentin, me të cilët djali është shumë i lidhun, po dhe duket shumë si Luani edhe si babi. Edhe pse ka natyrisht edhe tipare të babës vet. Po tipare tuat në karakter, ka djali? Po besoj që po. Unë i ngjaj shumë babit, kështu që po besoj është kështu një farë zinxhiri. Pra do të thotë në përgjithësi keni mendime pozitive për veten tënde. Mundohem. Mirë, çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjedhë një kartë. Mund t'i marrësh edhe kamisi, okay. ka fundi ku të duash. Hajde këtu. Hajde. Ekzistojnë 5 kërkesa të forta të brendshme. Nën A, jeni të përsosur, ju nuk jeni të drejtë të bëni gabim. Nën B, bëhu i fort, nën C, nuk mjafton, nën D, nxitoni dhe nën E, kënaqni të tjerët. Cila nga këto kërkesa është mbizotruese tek ju? Cila është Saranda? Janë disa prej tyne. Cila është Saranda? Është kombinim i disave. Kjo pjesa e bëhu i fort është diçka që natyrisht gjithherë duhet të ja rikujtoj vetvete. Duket sikur të ka ndjekur gjithë jetën. Patjetër. Një diçka që kam kuptu dhe mendoj që në momentin që e kupton ta leton jetën pak, është fakti që edhe kur kalojna njëjtë sikur kur kalojna në gjëra të mira të cilat janë të përkohshme, mendoj gjithashtu edhe të këqijat janë të përkohshme. Edhe duhemi me i trajtu si të tilla. Është kalimtare në jetë në fund të ditës. Edhe në momentin që e pranon, por nuk do të thotë që gjanat nuk mund të ndodhin prap, jo ndoshta në nuk mund përsëriten. Aspektin e njëjtë, nuk kisha thonë përsëriten, për shkak që nuk mendoj që çdo gjë mund të përsëritet, por gjatë gjithë jetës ka gjana edhe të mira edhe të këqija që ndodhin. Edhe duhemi gjithë të jemi pak kështu të përgatitur që të jemi si më thonë okay me faktin që po kemi me kalu edhe në për gjana të këqija jo gjithherë vetëm në të mira. Kështu që ndoshta kjo ende lidh atë pjesën e bëhu i fort. I ke thënë ndonjëherë vetës nuk mjafton, duhet bëj më shumë? Gjithherë. Mendoj që kjo është pjesë e natyrës si njerëz. Gjithherë synojmë që të bëjmë më shumë. Nxitohesh? Po jam mësu me nxitu, duket që nuk kam kohë të mjaftueshme kur. Për shkak të gjithërë ka dinamik të madhe në jetën time. Si shndron me kënaqësinë të tjerët? Në këtë pikë jam mësu që për me mujt me dhanë për të tjerët, edhe të kujdesesh edhe për të tjerët, duhet së pari të bësh për vetveten dhe të kujdesesh për vetveten. Për shkak që nëse ndodh e kundërta, hargjohesh, po dhe të njëjtën kohë masandej për shkak të vendimeve që i merr ti, si me thonë pak i fajson të tjerët. Se ndoshta nëse dikush ka kërku diçka, edhe ti ke qitë prioritet dikon tjetër ku ti ke mbet keq, dhe nuk e arrit në fakt masandej jashtë të bësh të mirën as për tjetrin, e kam vrej që masandej prej ngarkesës
edhe vështirësive që kjo mundet më të kriju, si më thonë, krijon masanej pak një farë faji ndaj tjetrit. E mendoj që në këtë drejtim duhet të punosh shumë me vetveten, të fokusohesh tek vetvetja, kur ti je rahat, ki kohë të mjaftueshme, ki mundësi për të tjetrin, atëherë mendoj që është funksionon shumë më mirë. Sa randa të kujdeset për veten e saj, përkundër krejt angazhimeve që i Jo shumë, edhe pse mundohem në kontinuitet të rikujtoj vetes që duhet të kujdesem për vetveten. Cili është kujdesi më i madh që e bën ndaj vetvetes? Kujdesesh për shëndetin emocional, mendor apo patjetër është diçka tepër me rëndësi. Unë mendoj që pjesa e kujdesit fizik as nuk i parafrohet pjesës së kujdesit emocional edhe mental, edhe pse nuk ka prioritet në fakt në këtë drejtim. Po më kam mësu jeta me menaxhu, domethënë edhe këtë pjesë, edhe me ditë kur është mjaft, me ditë kur duna me ndërmarr hapa në drejtim. Po prapë përkthejnë atë ajo, në mendoj që gjithë secili prind e mendon të njëjtën, që në momentin kur ki edhe përgjegjësi edhe për një qenie tjetër njerëzore, atëherë është mohabet tjetër, atëherë duhet kujdes maksimal. E vërtet. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Ke marrë 2? Oh, më na fal. S'ka lidhje, cila do. Cilën? Këta? Pe marr këto. Vazhdo me ato. Këtë, okay. Në lidhje me 2 kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për të cilin do të punoni, çfarë zakonesh pozitive duhet të prezantoni apo forconi për të realizuar ndryshimin që dëshironi. Si do ta bëni këtë? Në një të ardhme të afër, cili është qëllimi yt për cilin ti do të punosh? Mendoj që njëri duhet gjithherë të planifikoj dhe ta ketë një ide për të ardhmen, por në fakt ajo që kisha dasht edhe që e ndij në mungesë është specifikisht kjo pjesa e kreative. Edhe kisha pas qef që të ke më shumë kohë ku i kthehem artit, jo ndoshta do e mos si profesion, por së paku si diçka që më përmbush edhe e shijoj. Cilit art do i kthehesh? Ka gjëra të ndryshme që kam qef. Për shembull, njëra prej gjërave që e kam pas ëndër si fëmijë, edhe që e kam ende, por kam thënë do e realizoj me një kohë kur e kam kohën për me u fokusu, është të mësoj t'i bi pianos. Interesant. E kam pas në mendje shumë në kuptimin e për shkak që gishtat e dorës së majt tani kam të palëvizshëm. Por në konsultim me muzicent, më ka thonë që nuk është problem, do ja dalësh. Kështu që kjo është synim, njëna prej gjonave që kisha dasht me ba. Kohëve të fundit për shembull e kam mendu shumë, kur kam qenë fëmijë më ka pëlqy kjo pjesa e qëndisjes. Edhe është shumë kështu, është si terapi në farë forme, se ki fokusin, piktura më pëlqen shumë, vallëzimi më pëlqen shumë. Nuk e di pse unë jam shumë kurreshtare me të pa në piano. Do isha shumë kurreshtare me pa sarandën në piano, sepse jemi mësuar të pa zakonisht, sidomos këtë kohën e fundit me kostumin zyrtar të kuvendit për takime të ndryshme, të paktën unë, kishte më qenë shumë interesante, besoj edhe për publikun me pa sarandën në piano. A do të bëhet kjo gjë shumë shpejt apo do e lësh? Jo, më thonë du me bëna një kohë me të vërtet mundem ju përkushtu. A e ke provu ndonjëherë? Jo, dush t'i kesh, si më thonë, nuk du me marr si diçka që ja caktoj vetit si obligim dhe nuk kam kohë masanej me realizu. Tani kam fëmijën e vogël, që më thonë, e kam një punë që kërkon shumë angazhim, edhe kisha dash që këtë moment ta kem kur me të vërtet kam kohë edhe shijoj. Për shembull, njëna prej gjanave që ishim
tek Shkodra Elektronike, tek Fem Në Arti, që koncert, ka po. qenë në atë tepër e mirë, edhe rastisht I takova gratë e korit Okarina, edhe duke bashkë bisedu më kujtu që po, kur kam qenë në shkollë fillore në Kosovë, kam qenë pjesë e korit. Wow! Edhe kam dash shumë, ashtu që me shumë kështu qef dhe dashni, edhe kemi pas një korë shumë të mirë, kemi pas mësuesen Kjo do të Teuta thotë që Aliun Saranda tepër është e të mirë mirë. edhe në muzikë, edhe në këngë. Janë gjana që I du, ajo me mirë nuk e di. Përderisa ke qenë pjesë e tyre, kam përshtypjen që ke qenë shumë e mirë. Po mendoj që kur ti dedikohesh ti shkafit dhe mundesh me pas Edhe ndoshta ja pak arrin, pak po. talent në Natyrisht. atë drejtim, ndoshta edhe mundesh me arrit. Në fakt, edhe pse shembull për e marr nuk plot prej familjes, kështu nuk është që kanë shku në drejtimin e artit, po si familje në fakt Jeni artistë në jemi një farë forme. kreativ. Për shembull, unë bukur kam kjo. hallën e cila gjithherë ka punu gjana të ndryshme, kështu punë dore, po që ka qenë tepër dhe vazhdon të jetë në fakt kreative, edhe gjithherë si më thonë bën dhurata tepër të bukura të punës së saj. Ajo nuk është që ka vazhdu në aspektin e shkollimit, po që A talente ka po. edhe vazhdon. Për shembull babi Ismet Bukujevci ka pas djalë Tagjes, është pjesë e familjes. Edhe unë shpesh kur kemi edhe diskutime të tjera, mendoj që gjithherë ka qenë një farë perceptimi gjithherë jo pozitiv I llapjanëve, po në fakt unë gjithherë e flas edhe I ngucit të tjerët, them është juve ja merr mendja ashtu, po nëse e shihni, llapi ka prodhu shumë artist. Kështu që duhet Qoftë në jeni muzikë, krenuar me qoftë në këtë, artin natyrisht, vizual, natyrisht. qoftë në forma të tjera, domethënë ka shumë artistë të cilët kanë vepruar në Prishtinë, po në fakt janë të llapit. Mirë, ajo që Edhe në ne burna po me këta. zbulojmë natyrisht edhe të gjithë ne natyrisht. Ajo që ka po zbulojmë është që Saranda nuk qenë ka vetëm politikane, po artiste në thelb. Pastaj e ka përfshi politika kështu, jo rastësisht. E Mirë, vërtet. Sarand, shpejt kaloj raundi I parë I hapjes së kartave, tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Shumë mirë, shumë interesant dhe është interesant nga një herë me kjo përditshmëria shpesh të gëlltit edhe Harron I me I harron rikujtu. disa gjana të tuat, jo vetëm me I kujtu, po ndoshta me I ringjall të cilat I ki dhe don me mi pas shpalos, pjesë të po. përditshmërisë. Të dashur dëgjues të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë me ju në emisionin Hynesha, tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të Saranda Bugujevcit të dashur ai gati. Po. Hajde zgjidhni një kartë nga e kaluara. Tash e nisi me mesin e artë Saranda. Hajde. Çfarë ndjenja është të pakëndshme keni zakonisht për atë që diskutuat? Kur I kthesh në retrospektive dhe e kujton të kaluarën tënde, çfarë ndjenja është të pakëndshme të vinë zakonisht gjatë bisedave të ndryshme? Mendoj që ka elemente të ndryshme, natyrisht për mua më e vështira është kjo e asfana në të familjes, cilës kemi kalu gjatë luftës. Në fakt fatkeqësisht ajo që ka e shohim sot që po ndodh nëpër botë e bën edhe më të vështirë të rikthen në atë kohë. Nuk e di, nuk mendoj që mundet diçka Me qenë më e qenë pakëndshme se ajo pjesë. ma e ashpër, ma e vrajshme, ma jo njerëzore, më thonë. Se sa ajo pjesë. Po. Mirë, do e lëm me kaq këtë përgjigje, kalojmë tek tjetra që ka thotë tashmja në këtë pikë. Të fundit? Po provojmë. Kompenzimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne balancojmë dobësitë tona duke theksuar pikat e forta në fusha të tjera. Për shembull, unë mund të mos kaloj kohë me fëmijët e mi, por paguaj që ata të ndjekin shkollat më të mira. Kur dhe si e përdorni kompenzimin si mekanizëm mbrojtës? Jepe një shembull. Nuk e nevojë të fokusohesh tek shembulli I dhënë këtu, në përgjithësi është Saranda tip që I kompenzon situatat e ndryshme. Unë mendoj që ndonjëherë ki mundësi të bësh një diçka të tillë, ndonjëherë jo. Ajo mendoj që në rrethana të cilat jetojmë sot, edhe sidomos zhvillimi I teknologjisë, mendoj që gjithherë është duke e limitu këtë pjesën e
kohës edhe afërsisë njerëzore që e kemi me njëri tjetrin, sado që ka avantazhe shumë të tjera të cilat na ka letu Por me qenë në jetën. kontakt edhe me qenë Po. bashkë, po. Por unë mendoj që kjo koha Dinamika me ndoshta njëri e jetës. tjetrin. Jo, koha e kam fjalën te koha me njëri tjetrin është tepër me rëndësi. Jam duke dëgju shumë podcasts për shembull për momentin edhe po mundona me lexu në këtë drejtim në kuptimin e çka në kupton mirëqenia sot. Për shkak që si më thonë, ka shumë mendime, opinione të ndryshme, forma të ndryshme qysh kjo mundet me ndodh, po i kam gjetë, më thonë, te një pjesë e diskutimeve ku në fakt kthehet te pjesa e zanafillës së njerëzimit, ku, si më thonë, vetmia shkakton shumë probleme Natyrisht. shëndetësore në forma të ndryshme që kjo tregon se është e rëndësishme kontakti që e kemi me njëri tjetrin. Por të njëjtën kohë edhe si më thonë edhe elementet pozitive që i ndojna me njëri tjetrin është në anglisht ka një shprehje to lift each other up, domethënë ku e ngrit njëri tjetrin, por nuk kupton si më thon profesionet, po edhe në ndjesi. Në aspektin shpirtëror. Po. Ka momente kur Saranda ndihet e vetmuar, pavarësisht që është e rrethuar me shumë njerëz. Nuk e di, ndoshta ka raste ku për shkak prapo kthehem te dinamika e punës din shpesh me të izolu. Se do të thonë ngarkesa e kohës, edhe e di që shumë njerëz mendojnë që deputat nuk bojnë kurrë, nuk kanë kohë shumë me ndajt ato, po nuk është e vërtetë. Po. Unë mendoj ata që nuk bojnë shumë janë të pakt në numër, po në fakt ka dinamik, edhe kjo nga një herë, si më thonë, të kufizon pak prej kohës që kalon me familja, po me shoqëri, me njerëz të afërt. Mirë, që ka thote ardhmja në këtë pikë, si dhe një kartë? Po e shumë këto të parën, hajde. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë lloj ndryshimi nuk dëshironi? Çfarë po bëni për ta parandaluar atë? Çfarë lloj ndryshimi nuk do ta dëshiroje për veten tënde në një të ardhme të afërt, Saranda? Unë mendoj që si njerëz shumicën e kohës mendojna çka me ndryshu. S'pas ke mendu asnjëherë çka mos me ndryshu. Çka mos me ndryshu. Në karakter, nuk do doje ndoshta të ndryshoje diçka, sepse është krijuar ai perceptimi që politika i ndryshon njerëzit. Pajtohesh me këtë apo jo? Jo, unë nuk mendoj që ka raste kur i ndryshon, se kjo masanej mundet edhe me si më thonë, po kjo ndëlidhet me karakterin e njerit. Natyrisht. Unë mendoj që rrethona të ndryshojnë. Edhe masandej ti duhesh me ju përshtat pak rrethonave për shkak të punës që e determinon atë pjesë. Edhe kjo mundet masandej pak me u perceptu si ndryshim, natyrisht i shumë i ekspozum në jetën publike, thuj se jeta private është minimale. Edhe natyrisht që jo gjithherë mund është 100% me konë vetvetja, për shkak që ekzistojnë paragjykime, ekzistojnë. Të ka ndryshuar ty? Kjo kohë sa ke qenë në pozita të larta? Mund do shta më duke që jo, por kjo është, për shumë thonë, diçka që do shta të tjerët munden me mendu, ose mund me dhonë opinion ma mirë, mundona maksimalisht, unë mendoj që në raport me familjen, me shoqënin, nuk është që ka ndryshu. E kom pas njëherë një rast shkum në, unë i thamë Podjev. Kur shkum në Podjev edhe dikush që më shoqërojke, mudesht deri tek, me shku deri tek disa familjar, edhe dojke, si me thonë, me prit, kështu me shku me një takim tjetër, thash, jo, pa me rak, vazhdo, unë vi vetë. Po jo, tha,
do të më shoqënu thash, unë jam shpejtam. Vi edhe vetë pa shoqërues. Unë vi vetë. Unë jam rritën që të vend, kështu që për mua është i njëjti. Po. Tash natyrisht kur je në publik, si më thonë, edhe je ekspozume në qasi forme, natyrisht që edhe qasja e njerëzve është pak ma ndryshën ndaj teje. E vërtet. Kështu që Po janë edhe rregullat të protokollit shtetëror që po, patjetër. jeni të detyruar të respektoni besoj. Mendoj që mundosh maksimalisht, po nga njerë dhe vetë rëthonat të detyrojnë të ndryshosh. Jo të ndryshosh do e mos, po të sillesh me një formë Ndryshe. të cilën është e pritshme për shkak të punës që e ban. Mirë, Sarand, në këtë pikë të emisionit, unë e kam zakon të pyes mysafirët se sa janë të lidhur me artin dhe jo pa shkas. Ty s'kam nevojë të të pyes sepse prej fillimit tregove se sa e lidhur je me artin edhe që edhe mendon të rikthehesh në një të ardhme të afërt, cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë për ty sonte në valët e Radio Kosovës. Meqense tha që je shumë e lidhur edhe me muzikën. E vërtet. Se pas na Mendu. Se të them të drejtën edhe të ndëgjoj muzikë nuk po kam shumë kohë. Unë kam qenë pjesë e asaj gjeneratës, dhe më thonë fund 90-ave, fillim të 2000-s, ku dhe më thonë kur kam qenë teenager dhe fillimi i moshës, dhe më thonë të 20-ave, ku për shembull hip-hop, R&B, rap jegon. Super Po, edhe masandej i kam dëgju shumë. Jam të mendu. Dëgjon më shumë. Alen qysh. Ndoshta kam e qene po pasi veç jemi në kohën e verës, edhe unë mendoj që e ndron disponimin dhe njerëzit janë në përgjithësi më të lumtur, mendoj që duhet me pas edhe një këngë që Ritmike. është në drejtim, po që ndërlidhet pak me R&B, kështu që kisha thonë Arta Bajrami Fiesta. Nuk e di pse pata në mendje që kime kërku Arta Bajramin. Se kur ma përmende hip-hop R&B, Arta është cilësu gjithmonë si mbretresh ati zhandri, e ka sjell pothuajse ndër të para. Tu për ndryshe Artën e kemi pas pjesë të këtij emisioni. E kam pas fatin me taku kove të fundit, kështu që masane im pat rikujtu ato kona. Në fakt, kjo pjesë e këngëve dhe edhe të pop në fakt, të kësaj kohe, i mbaj mend shumë mirë se për shembull e kam pas këtë periudhën ku mezi kam prit në kohën e verës kur i kemi ardhur për pushime prej Anglisë dhe zakonisht hitet të cilat kanë qenë në Kosovë, ashtu i kemi ndëgjuar dhe i kemi marrë me vete dhe na ka kriju një lidhje ma të afërt me Kosovën. Pra e gati për raundin e tretë. Patjetër. Zgjidheni kohët nga e kaluara. Kemi mësu, e çka s'kemi mësu për Sarandën, të cilat nuk i kemi ditë. Në lidhje me atë që keni diskutuar, në cilat situata ka qenë ndonjëherë e dobishme sjellja juaj, si jeni ndjerë në këto situata? Në të kaluarën tënde, ke pas ndonjë situatë ku sjellja jote ka qenë qoftë super pozitive, qoftë super negative, por që ka qenë e dobishme? Patjetër, ka pas situata të shumta, qoftë gjatë punës për brenda politikës, qoftë shumë kohë ma përpara. Unë mendoj që gjithherë ka rrethana ku merr vendime në formën se si vepron edhe që të kujtohet ndonjë situatë që ndoshta sjellja jote ka qenë pak këndshme qoftë edhe në kuvend, por e dobishme në ato momente. Edhe si e ndjerë. Ndoshta më thonë në fillimet e para të kur jam votu si nën kryetare. Edhe ka qenë, të them të drejtën, kogja sfiduese ajo pjesa e parë ku unë kam udhëheq seanca, se ka pas një farë tendence me portretizu ose më portretizu sikur dikush që nuk është e denjë për atë pozitë. Wow. Edhe kështu që ka to që më është dash me ngritë zonin, po. Ka qenë kjo ma shumë e portretizume nga ana e opozitës, apo ka pasur
edhe ta tillë brenda partisë suaj që nuk të kam parë si figurë të denjë për këtë pozitë? Jo, unë mendoj kjo kryesisht ka qenë prej opozitës. Kam pas një përkraje të jashtëzakonshme nga kolegët e mi. Natyrisht. Kështu që unë të them të drejtën në këtë rrethon e vlerësoj shumë përkrajen e kryetarit Glau Gunjutës, i cili do të thonë ma ka dhënë edhe ka besu në beteja të cilat unë duhet t'i kaloj. E që s'kan qenë fare të lehta të Jo. paktën. Mirë. Cili është një moment, ndoshta momenti më i sikletshëm gjatë udhëheqjes së seancave të kuvendit, si nën kryetare, që kështu të ka ngel në mendje gjatë gjithë mandatit? Ka pas të ndryshme. Unë gjatë gjithë kohës, dhe më thonë, jam mundu të jem si më thonë, të jap të drejtat e barabarta që të gjithë deputetëve pa marrë parasysh që unë i kam përkit një subjekti tjetër politik, edhe kur jam mundu dhe më thonë me respektu edhe ai që ka qenë prej opozitës, edhe nuk e kam pas durimin me ndëgju, masane i kanë kriju rrethona të tilla. Po një gjë që këto e kam ditë, po është, si më thonë, është përforcu ma shumë si bindje që fatkeqësisht ende për shkak që je grua, qasja ndaj teje është dallon shumë ma shumë. Edhe e kam pas shumë raste, për shembull ku burrat në mënyrën se si kanë komuniku me mu kanë kogja kërcënuese në një farë forme, në kuptimin që edhe në kushiti më tregu mu që a bëjë në të unë jam burri këto edhe. Edhe Si reagon po Saranda në situatët të tilla? Një gjatë që nuk e kuptojnë, unë jam mësu në beteja të shumta. Unë ka sfidu jeta Të rënda madje. të tillë qysh prej fëminis. Unë e kom pas një periudhë të gjatë prej kur ka ndodhur masakra deri në përfundim të luftës ku do është të mbijetoj për shkak që unë kam qenë në Çokuka në fakt. Si fëmijë, dhe më thonë, vetëm. Edhe kështu që unë mundohem me qenë shumë e qetë, mundohem me qenë e kuptueshme, por nëse dikush mendon që më mbështet për mure atëherë. Sepse nëse atëherë beteja fillon me të vërtet. Natyrisht. Sepse nëse i krahasojmë betejat të cilat ke kaluar, që e përmende prej periudhës kur ka përfunduar masakra derisa jeni shëruar plotësisht, natyrisht që nuk krahasohen as me betejat e sotme politike, as me çfarë do lloj beteje tjetër. Kështu që mirë thatë që nëse tentohet të ju mbështesin për muri, atëherë beteja fillon aty. Të ka ndodhur kjo gjë, të kanë mbështetur për muri? Janë mundu, po s'kan mujt. Halo, mundohen, po s'mujnë. I bie që dhe ata pas kanë shkotu letë. Jo, unë në fakt një diçka duhet të mendojt me kone qartë. Sado që kam përfundu shumë gjana, për shembull edhe në punën që e bëj edhe pjesë e politikës, kudo që jam, sidomos në përfaqësim ndërkombëtar, Serbia gjithherë mundohet do më thonë ta sulmoj Kosovën në forma të ndryshme, kështu që unë në vazhdimsi e bëj betejen me ta në këtë drejtim. Por mundohem të jem tepër e kujdesshme në beteja që i bëj për brenda. Se mendoj që ne mund të kemi mendime të ndryshme politike të tjera, po Kosova është mbi të gjithë ne. E pa diskutueshme. Dhe do ishte mirë se secilit mendonim në këtë formë. Patjetër. Çka thotë tashmja në këtë pikë zgjedheni kartë? Po shkoj me të parat, me të gjithë dëshiroj. Po të lidhen kartat me bisedën Sarand. Zhvlerësimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin krijohet një opinion tepër negativ për veten, të tjerët ose rrethonat, siç është besimi, gota është gjithmonë gjysmëbosh. Kur dhe si e përjetoni zhvlerësimin si mekanizëm mbrojtës, jepe një shembull. Veç sa folje për faktin e zhvlerësimit të qenit grua në pozitë të lartë shtetërore. Të ka ndodhur e ke përjetuar, apo se nuk besoj që ti e përdor si mekanizëm mbrojtës zhvlerësimin ndaj dikujt tjetër? Jo, absolutisht. Unë mendoj që është një diçka në fakt shumë mizore e ulët. Unë mendoj që ne si shoqëni së pari duhet të mësohemi me faktin që jemi njerëz që të gjithë dhe të gjithë bëjmë gabime. Edhe që përderisa qëllimi nuk është i keq. I keq, po.
Kur qëllimi bëhet I keq, atëherë është situata ma e keq. Unë e kom pas në fakt një betejë të fundit ku dhe më thonë duke mos pas si të them kufi, por edhe edhe respekt në diskutimin që bëhet. Unë nuk e kam problem në betejat politike. Po për shembull kur dikush mundohet të gjithë ato që e ke bëa dhe ke dhënë, domethënë ta kthej, po. Mendoj që kjo masanej na bën dëm shumë më të madh se sa mundet mi bë dëm Sarandës. Është e vërtetë. Në fakt mu nuk më bën dëm fare. Unë e di betejat e mia, unë e di rrugtimin tim. Është e qartë, është e qasshme, është publike, është, am kupton. Dhe kur mundohen masanej të sulmojnë gjëra të tilla, duke nxjerr nga konteksti. Masandej në fakt çka po ndodh, edhe po e shoh që po ndodh shpesh, është që kjo po e dëmton kauzën tonë të përbashkët kombëtare. Edhe sidomos në relacion me të kaluamën tonë. E këtu duhet me pas shumë kujdes. Kjo është shumë e vërtetë. Ne mundemi edhe një diskurs të mos vetëdijësimit të plot në raport me të kaluarën, sidomos në aspektin ndërkombëtar. Ne mundemi edhe me thonë kështu popullor gjithë ne mundemi edhe mu shame njëri tjetrin, po kur të vjen te çështja e të kaluamës tonë, duhemi me pas tepër shumë kujdes formën se si I qasemi asaj të sidomos ndaj atyre që e kanë përjetuar vetë në lëkurën e tyre. Jo vetëm në raport me ato çka e kemi përjetu, por në kuptimin e asaj nëse çka simbolizon ajo pjesë. Vërtet. Kupton, se çështja e kaluamës tonë nuk na përket vetëm neve individualisht, është çështje kolektive. Kombëtare mbi gjitha. E vërtet. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për të cilin do të punoni. Tregoni në çfarë ju duhet të investoni më shumë kohë për të arritur atë. Ke ndonjë qëllim të caktuar? Njëri na përmendte pak më herët në kartat e kaluara, por ke ndonjë qëllim tjetër të caktuar për të cilin ty të duhet më shumë kohë të investosh për të arritur? Qoftë në aspektin personal, qoftë në ato profesional. Unë mendoj që këtë rrugtimin të cilën në një farë forme na ka përcaktu vetë rrethonat e historisë tonë, dhe unë du me pa një Kosovë të zhvillume, një Kosovë ku qytetarët tanë jetojnë mirë, fatmirësisht jemi të lirë tani, por që jetojnë mirë. Ka qenë interesant në disa diskutime kështu qoftë me apo dhe me qytetar kohëve të fundit, ku për shembull përdoret kjo shprehje, hajtë se na jena mësu me hjek. Edhe gjithë secilit thom, a bën mos me mësu me hjek. A bën na mi rregullu gjonat për vetveten tonë, për vendin tonë, që së paku nëse na nuk e mbrim, çdo gjenerata që vijnë, fëmijët tonë, rinin që e kemi sot, mi ja ndërtu një rrugë tjetër ku këta nuk kanë me hjek. Ku këta kanë me jetu një jetë të dinjitetshme, një jetë të mirë, një jetë të barabartë. Fatmirësisht jemi duke shku në drejtim, po zhvillohemi gjithë secilin herë, sot dhe kemi fatin ku që të gjithë përfshirinin ton munden me udhëtu, po shfrytëzojnë këtë mundësi, po e shohin botën, po shkollohen, po avancohen, po krijohen më shumë mundësi. Për shembull, unë gjatë studimeve, edhe pse kam qenë në studime në Angli në Manchester, pa ta bëni shkëmbim kështu exchange, I thojnë të shkollimit dhe pa ta shku në Kanadë për 6 muaj, pa ta studiu për filme dhe fotografi. Edhe ka qenë ndër përvoja që ende mbaj mend se atje ka qenë e specializume në qatë fush. Edhe më kujtohet, domethënë para liberalizimit të vizave, thësha imagjino, të kishim pa, domethënë çfarë diferencë ka bë për mua, edhe pse unë kam pas krejt kushtet në Manchester, çfarë diferencë e bën kur krijohen kushte edhe më të mëdha
për 3 tonë edhe nuk janë të izolum, fatmirësisht mo nuk janë të izolum. Po të njëjtën kohë du mi rregullu gjonat edhe për brenda, por kjo bëhet kolektivisht. Du me vazhdu me punu, edhe nëse nuk jam pjesë e politikës në të ardhmen, çfarë do forme që jam, dëshirën e kam që me vazhdu tutje dhe me mujt me kontribu në që drejtim, se menoj e meritojnë. Absolutisht, e pa diskutueshme. Mirë, Sarand, shpejt kaluan minutat e hapjes së kartave në 3 perspektivat e jetës tënde. Tani krejt në fund tregom cili është perceptimi yt apo reflektimi yt mbi veten tënde pas kësaj bisede. I bisedova plot gjana që nuk i kam bisedu që një kohë. Edhe natyrisht të më bën mirë kur i rikujtoj këtë pjesën e punës, angazhimit, edhe jashtë politikës. Dhe shumë prej tyre konsideroj edhe për herë të parë publikisht. Po, një pjesë prej tyre po. Është vërtet që ka plot që nuk e din nështë çka kam studiu ose çka kam punu më herët me gjona të cilat jo marr. Natyrisht që gjithherë primare mbetet kjo pjesa e historisë, ndoshta dhe angazhimit që e kam pas në raport me drejtësinë tranzicionale, ballafaqimin e kalumën, gjithherë ka pas fokus kjo pjesë më shumë, dhe natyrisht tani me pjesën e politikës, unë e them shpeshherë që në fund të ditës na jemi njerëz. Shumë e vërtet. E dashur, faleminderit shumë për kohën tënde. Kisha nderin edhe kënaqësinë e veçantë me të pas në këtë emision. Ne patjetër që do të shihemi edhe në rrethana të tjera e deri atëherë të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Kemë të vërtet kënaqësi edhe e di që kjo energji pozitive do të më ndjek edhe në ditët në VM edhe besoj që kam nxitë edhe plot diskutime edhe me të tjerët për mi rikujtu këto gjërat e mira. Shumë faleminderit, Tash. Faleminderit për idenë.